Komisioni Evropian parashikon që ekonomia shqiptare do të vazhdojë rritjen të paktën deri në vitin 2026, por ritmi do të jetë më i ngadalë se 4% që u shënua në vitin 2024. Shkak për këtë, sipas Komisionit Evropian, do të jetë zbehja e reformës së pagave. Të njëjtin parashikim bën edhe Banka e Shqipërisë. Në horizontin e 2-3 viteve të ardhshme, ne presim që ekonomia shqiptare të rritet afërsisht në linjë me potencialin e saj të rritjes ekonomike, që vlerësohet aktualisht në nivelin 3.5-4%, dhe ky zhvillim i ekuilibruar midis kërkesës dhe ofertës agregate në ekonomi do të mundsojë që inflacioni të kthehet gradualisht në objektivin ton 3%. Si Komisioni Evropian ashtu edhe Banka Qendrore vlerësojnë se Shqipëria është e ekspozuar ndaj luftës së tarifave, çka rrit pasigurit dhe mes të tjerash mund të ndikojnë në fluksin e investimeve të huaja direkte në vendin ton. Konteksti global vazhdon të shfaq pasiguri të larta që vijnë nga tensionet gjeopolitike, por po ashtu edhe nga luftrat tregtare dhe planet për vendosjen e tarifave në nivele të ndryshme midis blloqeve konkurrente gjeopolitike, çka do të ishte një goditje negative për ekonominë shqiptare. Në rast se këto goditje do të materializohen, kuptohet që ato do të reflektohen në qëndrimin e politikës monetare. Shqetësim për Komisionin Evropian është mungesa e fuqisë punëtore të kualifikuar në Shqipëri, e cila, siç theksohet në raport, është e rënduar nga imigracioni dhe përbën kosto për bizneset.